Vetëm disa ditë më parë pas një incidenti që rriti tensionet mes NATO-s dhe Rusisë, Polonia përjetoi një tjetër shkelje të hapësirës ajrore. Një dron pa pilot u vëzhgua duke fluturuar mbi ndërtesat qeveritare në Varshavë, përfshirë rezidencën e presidentit dhe disa institucione të rëndësishme shtetërore. Kryeministri polak Donald Tusk deklaroi se droni është neutralizuar dhe se dy shtetas bielorus janë ndalur që do të marrin në pyetje nga autoritetet për rolin e tyre në këtë incident. Gjëra ka ndodhur në një zonë shumë të mbrojtur të kryeqytetit ku përqendrohen ndërtesat qeveritare dhe ambasadat e huaja. Hetimi është nisur menjëherë dhe autoritetet po punojnë për të sqaruar të gjitha rrethanat, tha Tusk. Incidenti ndodhi në rrugën Parkova, një zonë ku ndodhen ndërtesa qeveritare, pallati Belvedere dhe disa ambasada të huaja përfshirë ato ruse. Zona ka status ndalim fluturimin për dronet, veç rasteve kur operatorët marrin leje të posaçme. Shkelja e këtij rrekulli konsiderohet vepër penale dhe mund të dënohet deri në 5 vjet burgim. Ky incident është një kohë kur Polonia ndodhet në një gjendje shumë të shtuar të gatishmërisë për disa drone ruse që kanë hyrë në hapësirën e saj ajrore disa ditë më parë, duke detyruar NATO të dërgojë avione luftarake për t'i rrëzuar. Autoritetet po shqyrtojnë gjithashtu nëse ky mjet ishte pjesë e një operacioni të koduar dhe po analizojnë të dhënat për identitetin e të arrestuarve. Banorët e zonës treguan se kanë frikë nga përsëritja e incidenteve të tilla, duke shprehur se ndjehen të rrezikuar për shkak të pranisë së droneve mbi zonat ku ndodhen institucione të rëndësishme shtetërore dhe ndërtesave diplomatike. Autoritetet polake po punojnë ngushtë me partnerë ndërkombëtar për të parandaluar shkelje të tjera të hapësirës ajrore dhe për të garantuar sigurinë në kryeqytet.